Osman, Partia Demokratike ka zhvilluar ditën e premte protestën kombëtare me kërkesë dorëheqjen e kryeministrit dhe qeverinë teknike. Në përfundim pati edhe të lënduar, të arrestuar nga policia. Bëjmë të lutem një rezume të zhvillimeve dhe çfarë është thënë nga Selia Blu pas të premtes. Në fakt, Partia Demokratike pas të premtes, pra pas protestës kombëtare që zhvilloi, ka pretendime për mënyrën se si policia e shtetit ka bërë sjellje ndaj protestuesve. Për këtë arsye, ata do të dorëzojnë një kallëzim penal në SPAK kundër ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari, si dhe ndaj disa drejtuesve të rëndësishëm të policisë shtetit, paktën janë 8 drejtues të policisë së shtetit, të cilët do të përballen me kallëzimin e Partisë Demokratike dhe bëhet fjalë për kallëzimi i veprave penale të dëmtimit të tjera me dashje, heqje e palishme e lirisë, falsifikimi i dokumentave, goditjet për shkak të detyrës, shpërdorimi i detyrës, kryerja e veprimeve arbitrare, mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e palishme, pengimi në ushtrimin e të drejtës për të shprehur, grumbulluar apo manifestuar, pengimi me dhuni veprimtarisë së partive politike, shkelja e rregullave mbi lëndët helmuese, kallëzimi rrem, deklaratat e rreme përpara oficerit policisë gjyqësore në bashkëpunim. Pra janë këto vepra penale për cilat Partia Demokratike ka bërë apo në orët në vijim apo ditën në vijim do të bëj kallëzim penal në SPAK për drejtuesit e policisë, por dhe për ministrin e Brendshëm sa i takon protestës së zhvilluar pra ditën e premte përpara kryeministrisë. Po, faleminderit Osman për informacionet. Faleminderit juve.